Më vinin vërdall me audicionet, nuk ja dilja dot se ishte si ajo sjellja që sa e mirë, je fiks. Dhe kur shkoja unë pastaj s'isha më fiks. Po këto janë kora dhe më vonë, kur unë jam bërë zëdhënëse, më kërkuan që të bëja në shtëpinë tonë ka qenë ai emisioni i Paraditës. Dhe unë sa isha bërë zëdhënëse të i them që nuk qëndrojnë të dyja bashkë. Sa po kisha bërë një restorant në Tiranë. Kishe bërë dhe restorant, pse se di unë këtë informacione? Dihet këtë gjë? Ai restoranti nuk funksionon më, kështu që mund ta përmend. Po mund ta përmend edhe nëse funksionon, më pse çdo na drejtori do na thotë gjë. Joni mund ta thotë? Jo. Thuaj. Umami. Umami se ti ke pas umamin? Po, me Renato McCollin, po. Ti ke pas umamin? Kemi qenë 3 partner. Edhe Renato, edhe ti? Po, edhe një djalë tjetër, po, që ishte shoku im që 8 vjeçare. Shoku. Jo, shok. Ja, më letë. Ore, thjesht kemi qenë klasa paralele. Bravo. Umamin. Kam qenë dhe umamin, ta kisha ditë. Se kisha shoqja atëherë, po? E pagova 1-1. Do të kisha sill diçka për të pirë ose. Por nuk e vën diskutim se ka gjurmete sa the që jep. Po, ja, më ashtu bie. Kartopecetat e keni nga pronari. Edhe te restoranti ashtu isha me të drejtën. Prishje shumë. Po kur edhe me ortak është problem. Isha nga të mijat. Okej. E vendosi Renato për shembull, s'ti jep burrë vrasësh vetëm nga dëgjuar. Po mirë bën, kështu duhet biznes. Ashtu duhet. Ai të mësoj për shembull se si mos të ndryshosh kur të vazhdosh. Po, pasi i ka unë biznesi u mbyll, kështu që nuk e di. Ato lekët që dilin, ja, nga xhumerllëku, si e thon fjalën, xhume, nëse. Dali këtë tjetra? Po, vemi tek umami, po. Ti duhet të më thënë, je kështu i ke qef këto. E njo. No.